Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet e orës 12. Ka dështuar edhe përpjekja e 13 për konstituim të Kuvendit të Kosovës. Edhe në vazhdimin e së premtës, sikurse në 4 të fundit, lëvizja vetëvendosje ka tentuar që të ndrojë formën e votimit për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, nga e hapur në të fshehtë, por në mungesë të votave nuk ka arritur të formohet komisioni që duhet të mbikëqyrte këtë proces. Por kanë votuar 56 deputet e kundër 1. Pas seancës janë deklaruar përfaqësuesit e partive. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Donika Gërvalla, është shprehur optimiste se ka njerëz në LDK që do të arrisin presionin ndaj kryetarit Lumir Abdigjiku që të ndrojë qëndrimin karshi LVV-s dhe të pranojë ftesat e tyre për bashkëpunim. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memri Krasniqi, ka kritikuar lëvizjen vetëvendosje për bllokimin institucional, duke theksuar se rruga për të dalë nga kriza është ndrimi i kandidatës për kryetare të Kuvendit. Ai ka thënë se qytetarët e kanë dhënë një mesazh të qartë në zgjedhje se qeverisja duhet të bazohet në bashkëpunim, jo në dominimin e një partie të vetme. Deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami ka thënë se nuk kanë votë për mënyrën e ndryshimit të votimit për kryetare të Kuvendit. Ajo përsëriti se nuk kanë votë për asnjë kandidat të vetëvendosjes. E deputetja AK-s, Time Kadriaj, ka thënë se i ka mbledhur në shkrimet dhe se do ta kontestojnë në kushtetuese kërkesën e LVV-s për ndryshim të mënyrës së votimit për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, nga e hapur në votim të fshehtë. Të cilat kanë kërkuar Lidhja Demokratike e Kosovës ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve të deputetëve për të kërkuar anulimin e 2 vendimeve të zyrës së rregullatorit për energji, të cilat sipas saj po rrezikojnë rritjen e kostos së jetesës dhe falimentimin e bizneseve. Deputetja Hykmete Bajrami njoftoi se kërkesën do ta dorëzojnë të hënën. Sipas saj, nga informacionet të marra nga shoqata e prodhuesve, rreth 200 kompani që kanë kërkuar oferta për furnizim me energji pas një qershorit, kanë marrë vetëm një ofertë dhe atë nga Keskoja, kompania e njëjtë që aktualisht i furnizon me energji. Oferta vetme që kanë marrë bizneset është 260% më e shtrenjtë, ka thënë ajo. Shikues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen. Mirupafshim.